Fillimisht dua t'ju njoftoj që qendra Shaban Shola është hapur në orën 7 me kohë. Të gjithë komisionerët, vëzhguesit dhe punonësit e KQZ-s kanë ardhur me kohë në këtë shkollë dhe ka shkuar një proces jashtëzakonisht i mirë, por që kemi pasur një rast ku është tentuar ta fotografoj votën e tij në kabinën e votimit. Është vrejtur dhe lajmëruar nga vëzhguesi, një vëzhgues i cili ka qenë në dhomën e votimit dhe është njoftuar policinë të cilën e kemi këtu. Më pastaj policia e stacionit Podujevës ka marrë, ka shoqëruar për ta dhënë një deklaratë për rastin. Jemi përsëri këtu tek qendra vend votimit në Podujevë tek shkolla Shaban Shola, ku Kallxopikam ka pranuar një informacion se një person në orët e hershme të mëngjesit ka provuar se të fotografojë një votë. I njëjti person nga vëzhguesit në këto klasa është lajmëruar tek organet e rendit, i cili më pas është marrë, është shoqëruar për në polici dhe është intervistuar. Kallxopikam ka telefonuar prokurorinë themelore në Prishtinë, ku ka kontaktuar direkt me prokurorin e rastit, i cili i ka thënë se personin e ka intervistuar, e ka liruar më pas në procedurë të rregullt për shkak që nuk ka pas dyshim të bazuar se i njëjti ka kryer vepër penale.